Përshëndetje, mirë se erdhët në Rezetjeli. Në këtë hapësirë do t'ju tregojmë një ide inovative. Besoj të gjithëve na ka ndodhur që të kemi patur nevojë urgjente për një mjek, për një profesionist, dhe të humbim kohë të tëra në internet, të googlojmë, të gjejmë mjekun që na duhet për problemin shëndetësor që kemi për veten apo për të afërmin ton. Në një kohë kur me një klikim blejmë ushqime, na vinë në shtëpi, me një klikim bëjmë pagesa, me një klikim të vetëm rezervojmë udhëtime, pse të jetë kaq e vështirë për të gjetur mjekun dhe për të lënë orari dhe për të mos mbetur peng e radhëve të gjata në për klinika, kudo ndodhen ato, si në Tiranë, ashtu dhe në qytetet të tjera apo në zona më të largëta. Për këtë arsye, është krijuar një platformë inovative, një risi, një platformë shqiptare që quhet Alo Doktor. Pikërisht kjo platformë synon ta bëjë më të thjeshtë dhe më të shpejt lidhjen mes pacientit dhe mjekut. Pikërisht për këtë ide inovative do të flasim me një prej themeluesve të Alo Doktor, Erando Çiko. Mirë se erdhe, Erando. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit që zgjedhët ta ndash me Rezetjeli këtë ide të le themi të re për shoqërinë tonë, edhe do doja të dija si të lindi, kishte ndonjë indicje si të lindi kjo ide për të sjellë Alo Doktor, këtë platformë? Desha t'ju falenderoj ju që na dhat mundësinë të jemi më pranë publikut fal ekraneve që sot vlerësohen shumë. Dhe për idenë e platformës ishte thjesht nevoja, domethënë ajo pjesa ku emigranti që vjen si që jemi ne ande jashtë shtetit nuk i njohim doktorët këtu, ose është pak e vështirë gjetja informacioneve dhe vendosëm që të gjejmë një zgjidhje për këtë problem, kështu që vendosëm ta krijojmë Alo Doktor.al. Ti jeton prej vitesh në Zvicër apo jo? Po, tashmë u bëm shumë vite. Je nga Korça me origjinë? Me origjinë nga Korça. Kështu që një pjesë të familjes e ke këtej, je larg, kështu që të është dashur siç e bëra dhe hyrjen që t'ju vish në ndihmë kur ato kanë nevojë për një mjek. Po, pikërisht prindrit janë akoma në Korçë dhe si të gjithë ma mërmendja e njohin këtë problem, nuk pranojnë të largohen. Por ideja e Alo Doktorit ishte për t'ja u thjeshtësuar pak të punën e mjekëve dhe pacientëve në të dyja krah. Domethënë jo vetëm pacientëve, po edhe mjekëve, sepse edhe ata ne e kuptojmë nga një ngarkesë që mbase nuk është e nevojshme të bëhet për shkakun se sot janë të gjitha zgjidhjet e mundshme. Kur ka një kalendar apo një platformë që i disiplinon dhe i organizon të gjitha oraret, një lloj kalendari le të themi ne për punën ditore të mjekut. Kjo eksperiencë në përbot është aplikuar prej vitesh apo jo? Për ne na duket e re si platformë. Tashmë platforma si puna e Alo Doktor ekzistojnë e janë të shumta. Mirë, po fal teknologji sot të gjitha gjërat bëhen më të thjeshta, qoftë për pacientin apo edhe për mjekun edhe për kohën e të dyve. Po, le ta shpjegoj më konkretisht se çfarë problemi përpiqet që të zgjidhë kjo platformë Alo Doktor. Atëherë, platforma zgjidh dy probleme, siç ishim duke folur më sipër, po marrim pjesën e klientit ku ndonjëherë do t'i duhet kohë të shkoj në klinik, të kthehet mbrapsht për disa arsye që publiku i di shumë mirë, nuk është doktori këtu, hajdeni më vonë, telefononi më vonë, dhe të gjitha këto e bajnë pak atë përditshmërinë më të lodhshme, sepse edhe nga ana e pacientit, edhe nga ana e mjekut, koha është shumë e vlefshme. Në kohën që humbet për disa gjëra që mund të zgjidhen sot, ajo kohë mund të shfrytëzohet nga ana e pacientit për familjen e vet ose punën ose përditshmërinë, edhe nga ana e mjekut për të fokusuar në profesionin që e ka bërë me pasion, jo për të marrë pasaj me gjëra që në ditët e sotme, me këtë ritëm frenetik që jemi duke jetuar të gjithë, ku ka më mirë se të jemi të organizuar mbi të gjitha, të kemi një disiplinë dhe kështu që kur unë kam lënë orar me X doktor, e di që në atë orar ai më pret dhe është vetëm për mua. Do doja me shumë kuriozitet tani ta zbulonim për publikun, duke qenë se folëm teorikisht se si do të shkurtohet kjo kohë, si do të funksionojë, a është e mundur për të gjithë të jenë pjesë të hynë në këtë platformë. Çfarë hapash duhet të ndiqen, kështu që mjafton të keni telefonin apo kompjuterin, kudo që jeni, funksionon dhe për diasporën, apo jo, Erando? Kjo është pikë shumë e madhe dhe shumë e bukur, domethënë sepse diasporës i ndihmon
edhe kur vinë këtu, për shkakun se platformat të tilla edhe në fushpamje, në vizual janë të njohura, edhe atje ku janë mund t'i ndihmoj për shkakun se ekziston edhe një mënyrë e videokonsultimit që të bëhet pak më profesionale ajo vizita që ndonjëherë kalon edhe në për WhatsApp apo platformat të tjera, as pak të sigurta për çështjen mjekësore, sepse ka disa sekrete që nuk mund t'i flasim kudo. Tani me kuriozitet dhe kamera do të na ndihmoj, të regojmë se si do të ndiqen hapat, pra në Google do të klikoni, do të shkruani alo doktor, do të zgjedhim prej dy opsioneve që na shfaqen aty, jam pacient apo jam mjek? Po, pikërisht, po fillojmë në fillim me pacientin për shkakun se duam të sqarojmë diçka në lidhje me vështirësinë, e kemi bërë sa më të lehtë të mundshme duke filluar të anashkalojmë çdo klikim të padobishëm. Bukur fort, që mund ta përdori kushdo, edhe ata që s'kan shumë informacion në teknologji. Për këtë punë kemi bërë që edhe mos lodhen duke krijuar akaunte ose duke krijuar adresa që sot shumica përtojnë, e kemi thjeshtësuar me 2 klikime, vazhdoj me Google, thjesht e bëjmë vazhdo, edhe këtu jemi në profilin ton të pacientit. Si që shapur tani rezervon takim mjekësor në Shqipëri. Po shkojmë në specialitetet ose në emri të cilat mund të shkruajmë çfarë neve duam ose çfarë sistemi propozon, domethënë në platformë ndodhen të gjitha profesionet e shëndetit, nuk ka disa janë, disa nuk janë. Jemi munduar që ta bëjmë sa më të gjerë listën me mjekët që janë të verifikuar gjithmonë, përderisa mjekut i shfaqet baxhi i verifikuar, është i verifikuar nga institucionet shtetërore me mënyrat që na ofrohen sot në Shqipëri, të cilat janë shumë të sakta. Pra nëse duam kardiologun, nëse duam dentisti, ginekologun, psikologun, ortopedin, urologun, gastrohepatologun, të gjithë listën e specialiteteve. Janë pothuajse 60 specialitete, dhe do shtohen akoma më shumë, verse këto i kemi patur si informacion nga listat që ne kemi shtuar. Edhe pse nuk janë të gjithë me akses të personalizuar, si i thonë, por lista është komplete me informacione të verifikuara që jemi lodhur pak duke i gjetur nga shumë vende për t'i grumbulluar dhe për t'i ofruar mundësinë pacientit që kur t'i jetë në platformën e alodoktor.al të ketë informacionin e sakt, jo të ikit adresa e sakt, vendodhja, specialitetit, të dhënat. Tani vazhdojmë me hapat e tjerë. Pra, do zgjedhim një specialitet. Çfarë na duhet ne si pacient? Hapat e tjerë, po nisim me një mjek të përgjithshëm ose një dentist ose diçka që na nevojitet në atë përditshmërinë tonë, si i thënë. Po. Pra, kemi zgjedhur mjek të përgjithshëm në Tiranë. Në Tiranë. Sepse në kryeqytet gjithmonë janë gjërat pak më të vështira për të gjetur, domethënë. Tani një detaj që po shoh Ferrando është në anën e djathtë të faqes, të platformës, është harta. Pra ju keni punuar në 2 drejtime, jo vetëm për të dhënat për të treguar 1, 2, 3, 4 të mjekut, por edhe sistemin e orientimit që pak a shumë nëpërmjet artës të orientohet pacienti qytetar që do shkojë direkt te klinika. Edhe ato janë të gjitha pikat që ju shihni në art, mund të klikojmë te njëra dhe del direkt adresa në një nga pikat këtu të hartës. Pra direkt vendodhja e mjekut. Atëre, për shkakun se sot është pak e vështirë edhe adresat në Shqipëri janë pak të pasakta krahasuar me përditshmërinë tonë që kemi parë jashtë shtetit, kushdo që ka dalë nuk është personale, mirë po, e kemi thjeshtësuar, si i thonë, sa më shumë t'jetë e mundur me disa detaje në adresë që ndoshta do ishte më lehtësim për publikun, po marrim shembull Rruga e Kavajës përballë
filan supermarketi që njihet pak më shumë, domethënë. Një orientim më i detajuar. Megjithëse sot me GPS-at me hartat orientohemi shumë mirë, po mjafton të dim parafërsisht se ku ndodhet klinika apo mjeku përkatës dhe qytetarët besoj se do ta gjejnë, se do të kenë një ndihmë tjetër. Vazhdojmë me hapat e tjerë që t'i tregojmë nga afër. Në profilin e profesionistit janë detajet e tij, adresa, kontakti dhe në tabelën djathtas kemi rezervimin e takimit që do mundsohet online, shkaku që është krijuar edhe platforma. Janë disa apa që janë shumë të thjeshta. Pra, vendi i takimit në klinik ose videokomunikim. Domethënë mund të jetë edhe nëpërmjet Po, patjetër, është e mundur. Jo. Këtu ndryshon pak kjo puna e videokonsultimit, sepse videokonsultimi do ndodh në një adresë, domethënë në një adresë të caktuar, është një link i personalizuar për çdo takim dhe me një kohë zgjatje të caktuar. Domethënë është komplet është punuar privatësia për shkakun se janë të ndjeshme bisedat që ndodhen aty dhe një gjë e rëndësishme që desha të theksoj për videokonsultimin është sepse nuk regjistrohet absolutisht asnjë gjë në serverat tonë. Edhe kjo është një pikë mbase negative për doktorin sepse nuk mund t'i themi çfarë është folur apo nuk mund ta rishikoj, mirë po na ndihmon në atë privatësinë që çdo gjë për të ruajtur kufit e privatësisë, edhe për pacientin edhe për mjekun. Pra, dy mënyra, ose në klinik ose videokomunikim me këto detaje që përmendi Erando. Zgjedhim për shembull në klinik, duam të shkojmë te klinika e mjekut të përgjithshëm që kemi zgjedhur. Etapat janë vendi i takimit, lloji i takimit, të gjitha të personalizuara nga mjeku vet. Domethënë ai vendos çfarë konsultimi bën, sepse nuk mund të zgjedhim konsultime bazë për një dentist ose për një... nuk janë të ngjashme, domethënë, përse për demonstrim... Opsionet është konsultim i përgjithshëm 20 minuta, kontroll, urgjencë 30 minuta, konsultim i parë 45 minuta, pra është pikat e tjera, detajet e tjera të llojit të takimit. Kalojmë te pika tjetër, zgjidhni orarin që është më i rëndësishmi tani për cilin po flasim, zgjidhni orarin e përshtatshëm për kë ju rezervoni për veten apo për familjarin tuaj. Që do jetë shumë e dobishme për shkakun se moshat e thyera nuk janë shumë në atë teknologjinë, si e thonë, përse fëmijët që janë gjithë ditën sot në për ekrane, është shumë e thjesht duke i dhënë këto orare, din fëmijët, ato kanë për detyrë vetëm të shkojnë. Se është ndonjëherë pa mundur t'i bindësh që shko, bëj një vizitë se të kam lënë një orar me X doktor. Tu do na duhesh e pak ajo videokonsultimi, pak më shumë domethënë. Kur ata nuk e kanë të mundur, për shkak të moshës, për shkak të eksperiencës ose të kësaj për shkak të përtesës, rezistencës që bëjnë ndaj nesh edhe për të shkuar tek mjeku. Tek hapi tjetër i pestë është lloji i pacientit. Pra nëse është një pacient i ri ai që po hyn dhe po rezervon një takim apo është një pacient ekzistues i cili ka një eksperiencë këtu. Po, sepse normalisht ka doktor që është rasti disa mjekëve nuk pranojnë pacient të rinj. Dhe nëse mjeku e mbyll këtë opsion, ne do na shfaqet vetëm pacient ekzistues ose nuk mund të rezervojmë me këtë doktor, do të gjejmë dikë tjetër. Domethënë janë komplet të menaxhuara nga pjesa e mjekut tani. Ne po shohim vetëm çfarë na jepet mundësia nga mjekut. Pra shohim ka apo jo orare ditë të caktuara, orare të caktuar që ai është apo jo i mundur për të na pritur. Dhe hapi fundit një shënim që mund të lëm aty që kam menduar që këtë konsult pe këtë mjek e kam zgjedhur për këtë arsye shëndetësore. Pra japim 2-3 detaje të shpejta që edhe mjeku të ketë mundësi pse jo ta përgatisi pak a shumë edhe veten, por e ta njohë sëmundjen apo problemi me cilin vjen pacienti. Pikërisht, por nga një anë tjetër e kemi lënë opsionale, do të thënë nuk mund ta detyrojmë klientin të flasë sepse nuk do të flasë direkt me doktorin dhe është absolutisht. Arsyen e lënies së rezervimit të orarit. Dhe me këto 4 etapa apo 5 etapa të plotësuara që nuk, siç e tham në fillim, mund të marrin disa sekonda, na morën pak më shumë për shkakun e shpjegimit, mirë po me një klikim të vetëm, domethënë gjithçka mbaron dhe në këtë moment doktori jashtë në dieni që ne kemi mbyllur takimin për në orën e caktuar dhe ditën e caktuar. Bukur fort. Kjo është pra mënyra se si do të funksionojë kjo platformë inovative në Shqipëri dhe në diasporë që quhet alodoktor.al. Ju kërkoj tani që të merrni telefonin apo të merrni
kompjuterin dhe të aprovoni, është shumë e thjeshtë, të rezervoni dhe të zgjidhni një prej, le themi, profesionistëve që ndodhen aty në listë për atë çfarë ju keni nevojë. Sidomos dhe për personat në diasporë, sepse Erando e shpjegoi, kjo ide erdhi pikërisht nga arsyet e veta, duke u nisur nga ana e vet familjare për t'u lënë një takim të ardhmë prindërve, një që është e pamundur për shkak të emigrimit të shumë familjeve tona, prindrit i kanë vete, edhe një herë ju do të ndiqni tani të gjitha hapat që ne kryem dhe zhvilluam këtu në tryezën tonë për mënyrën se si do të rezervoni një takim në platformën Alo Doktor. Si Fenisa thjesht është për 10 sekonda. Pikërisht edhe kjo që u pa në ekran do jetë pas disa muajsh ose pasi ta kemi përdorur platformën jo më shumë se 3-4 herë, pas jemi të bindur që rutina është në këtë. Deri më tani, si e shef feedbackun? Dhe të mjekëve që janë qasur me këtë platformë? Sinqerisht, kemi qenë të surprizuar sepse nuk ka shumë kohë që platforma është në treg, edhe pse kemi shumë kohë që punojmë për të realizuar. Ka qenë vërtet projekti më i madh deri më sot që kemi bërë. Mirë po, ka qenë shumë i mirë sepse e kemi lehtësuar punën e disa personave që nuk kanë qenë, domethënë, të adaptuar me teknologjinë fare, po ishin akoma në ajo pjesa me lapse dhe letre dhe me fshirje të takimeve ose shtime të takimeve që bëheshe disi pak më e rëndë, si thonë, dhe nuk ishte as pak komoditet, si thonë. Kurse në momentin që menaxhojmë klinikën në kompjuter, jemi edhe pak më rehat për veten sepse themi, okay, ja arrita mos kem 400 letra për sipër edhe... Absolutisht. Ndërkohë, të flasim pak për anën tjetër tani, të Alo Doktor Pro, që është, le themi, ana tjetër e kësaj platforme dhe që prek mjekët, është një kalendar, një lloj sekretarie online që i organizon ata më së miri, janë ndanë mirë ato oraret, nuk krijojnë ato radhët, dhe nga ana tjetër pacienti është akoma dhe më i organizuar, sidomos ai i diasporës, ai që është këtu brenda vendit, lë atë takimin, e di që ka orarin e vet, nuk pret aty te stoli më radh. Pikërisht kjo ishte ajo ana tjetër e monedhës, si të themi, që njëra ana është e pacientit, tjetra është ati që do ta presi. Por doktorit i ofrojmë një panel komplet administrimi për klinikën, mbase edhe ndonjëherë do na duhet të përdorim shumë programe me pagesë që të menaxhojmë kontabilitetin, që të menaxhojmë kalendarin, apo që të menaxhojmë oraret, apo videokonsultimet, nëse se ekziston ndonjë që i përdor. Mirë po, të gjitha janë të menduara nga profesionistë të kësaj fushë, në të dyja, edhe nga profesionistët e shëndetit, edhe nga profesionistët e sekretarisë, që i kanë studiuar pak më me detaje këto tema dhe kemi vendosur aty një plan që do t'i konvendonte çdo profesionisti të shëndetit. Domethënë nuk e kemi adaptuar vetëm për dentistët ose vetëm për një kategori mjekësh, po për të gjithë jemi munduar, domethënë, që të gjithë ta gjejnë vendin e tyre aty, si të. Bukur fort. Unë ju uroj shumë suksese, vërtet i duheshe shoqërisë Shqipërisë kjo platformë, aq më tepër që do të jetë e shtrirë kudo. Ju duhet vetëm të mirë mendoni edhe të bashkojnë sa më shumë mjek, pse jo? Ishte platformës thirrja është edhe për pacientët, edhe për mjekët, që duan të organizojnë oraret. Numri është i konsiderueshëm i mjekëve, mirë po nuk janë të gjithë, dhe sa më shumë mjek të jenë, aq më shumë do lehtësohet, si e thonë ajo, përditshmëria e gjithkujt, sepse nuk e kemi hapur këtë platformë për t'ia lehtësuar jetën vetëm një qyteti ose vetëm një profesionisti, por është e krijuar për të gjithë dhe pse jo për t'u hapur pasaj në të gjithë Shqipërinë dhe të gjithë të gjejnë atë vendin e tyre. Edhe në zonat më të largëta. Do shpëtojmë nga radha në rast parë, e dyta, secili ka kohën e vet, do të respektohet koha për çdo pacient, sepse ndryshe dëgjojmë më mbajti pak minuta, doja të flisja edhe diçka tjetër, po s'kishte kohë, më përcolli shpejt, kështu që aty është e përcaktuar minutazhi, sikundër e ndoqëm përmes hapave. Ndaj ju ftojmë të bëni pjesë e kësaj platforme. Shumë suksese, Erando, të gjithë ekipit tuaj që keni punuar për këtë platformë. Shpresojmë të jetë një zgjidhje dobishme për të gjithë, jo vetëm për
një anë të monedës. Edhe një suksese. Ne do të përshëndetemi së bashku, ju urojmë një ditë të bukur, kalofshi mirë, vazhdoni me programacionin e Report Televizion.